Lufta jonë ka qenë e drejtë dhe drejtësia duhet vendoset në vend. Kjo është një luftë tepër e organizuar nga lindja për të luftuar Perëndimin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n, Bashkimin Evropian, se ato kanë për krah ushtri të cilat kanë bërë krime, njerëz të dezorientu e të pa organizu, mirë po, vetë dëshmia e zëvendës sekretarit të shtetit, vetë dëshmia e këshilltarit të Rambujez dhe dëshmi tjera që do të pasojnë, do të nxjerrin pa një vërtetë e cila s'mund të mohohet nga askush. Ky proces ka filluar keq. Ky proces ka filluar në mënyrën më tendencioze me librin e verdhë. Kur u pa që libri i verdhë është një prallë me mbret, vetëm për të kompromituar ushtrinë shkrimtare të Kosovës, atëherë ndryshoi akuza me një akuzë të pakuptim, ndërmarrje kriminale. Unë jam shumë i bindur që e drejta do të fitojë, e drejta do të dalë në shesh.